Dy turistë francezë kishin urdhër kontaktet mbrëmjen e të hënës në zonën e Llogaras duke shkaktuar shqetësim te gujda dhe autoritetet lokale. Sipas informacioneve, rreth orës 20 të së hënës, çifti francez të dy rreth moshës 50 vjeç u shkëput nga grupi me të cilin po udhtonin dhe u larguar në një drejtim të panjohur. Për shkak të errësirës dhe terrenit të vështirë malor, ata humbën orientimin dhe nuk mundun të gjenin më rrugën e kthimit. Duke kuptuar se ndodheshin në vështirësi dhe se situata mund të përkeqësojë, ata vendosën të telefonojnë shërbimet e emergjencës në numrin 129 për ndihmë. Menjëherë pas marrjes së telefonatës, forcat zjarr fikse të Imarës së bashku me postën policore të Palasës u organizuan për të nisur kërkimet në zonën ku dyshohej se mund të ndodheshin turistët francezë. Fal përvojës dhe mjeteve të tyre, ekipet e shpëtimit arritën të lokalizojnë çiftin në malin e Llogaras, pranë antenave që ndodhen mbi tunel. Kërkimet ishin të vështira për shkak të terrenit të thyrë dhe kushteve të errta, por fatmirësisht gjithçka përfundoi me sukses. Pasi u gjetën, turistët u kontrolluan për gjendjen e tyre shëndetësore dhe u konstatuan se ishin mirë pa lëndime apo probleme serioze. Ata u shprehën mirënjohës për reagimin e shpejtë të autoriteteve dhe për ndihmën e ofruar nga ekipet e shpëtimit. Ky incident vë në dukje rëndësinë e ndjekjes së udhëzimeve të gujdave turistike dhe shmangjen e largimit të pashoqëruar në zona të panjohura, veçanërisht në orët e vona të ditës. Fatmirësisht në këtë rast, ndërhyrja e shpejtë e autoriteteve dhe forcave policore bëri që gjithçka të përfundonte pa pasoja negative.